Koalicioni Vlen ka hapur shtabin zgjedhor në fshatin Çegran në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale në komunën e Gostivarit. Në këtë ngjarje morën pjesë kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit Sebajdin Dauti, bartës i listës për këshilltar komunal Bashkim Hasani, deputet dhe përfaqësues të tjerë të koalicionit. Kandidati për kryetar komunës Sebajdin Dauti tha se administrata e udhëhequr prej tij do të jetë më transparente dhe më afër qytetarëve. Sa i përket Çegranit, ai premtoi pastrimin e deponive të egra dhe kthimin e tyre në hapësira të gjerbra e parqe, si dhe zgjidhjen e problemeve të ujësjelësit dhe kanalizimit. Sot pam një deponi të egër këtu në fshat që me të vërtet është nuk na takon neve bash ministri përmendi se aty afër janë edhe shtëpit, edhe fëmijët edhe një pasqyrë shumë e palakmueshme, shumë pasqyrë shumë e keqe, do të thotë se do bëjmë organizimin e gjithë pasimit të atyre deponive. Aty do të mbjellim dru, do të mbjellim kullota, do të bëjmë një park të vogël ke bashkë ajo deponia aty, do ta rregullojmë, do të fillojmë me infrastrukturën tjetër të Çegranit, do të thotë kam një punë për të bërë. Ne nuk premtojmë shumë, po mendoj se do të bëjmë më shumë se sa që do të premtojmë. Çegranasit kanë disa kërkesa, ne i kanë shqirtu dhe besoj se një nga një ditë gjitha do t'i realizojmë. Duke filluar nga ujësjelësi, kanalizimi, pastrimi i deponive të egra, mbledhja mbeturinave, normal do të punim edhe në drejtim që mos hudhin më mbeturina, pak vendimësimi i qytetarëve, pak me shkollat do të punohet. Bartës i listës për Këshillin Komunal të Gostivarit Bashkim Hasani i bëri thirrje banorëve të Çegranit që të mbështesin Vlenin, duke theksuar se qeverisja aktuale komunale nuk ka përmbushur premtimet e dhëna gjatë 8 viteve të fundit, pavarësisht një buxheti prej mbi 160 milionë euro. Pushteti aktual, pushtetin e ka marrë në vitin 2017. Deri sot ka 8 vite. Një buxhet i komunës brenda vitit është afërsisht 20 milionë euro, që i bjen për 8 vjet nga 20 milionë euro, 160 milionë euro ka arzu për 8 vjet ki pushtet lokal. Edhe këto miliona euro të cilët ne i përmendim janë të faktuar krejt me dokumente se sa është miratu buxheti dhe sa janë arzu. Edhe për 8 vite 160 milionë euro të arzume, ndërsa e mbaj mend si sot para 8 viteve çfarë kanë premtuar në çdo vend banim, ashtu si edhe në Çegran. Dhe sot i ndëgjojmë të njëjtat halle edhe në Çegran. Ujësjellësi pa përfundum, kanalizimi pa përfundum, mos flasim për sport, kulturë edhe e minja të cilën përmendi arsimin. Lenet që i kanë arzu 160 milion, edhe nuk i kanë zgjedh këto të lashe, duhesh edhe 20 milion euro borç të hinë në komuna dhe prap pa i zgjedh hallet dhe problemet e qytetarëve. Që i bjen rezultati për 8 vjet, 160 milion të arzume, 20 milion euro borç edhe me njëjtat halle. Kjo është një argument shumë i fuqishëm për çdo njërin për ne, edhe për banorët e Çegranit, për t'i thënë stop kësaj dukurie, për të arzuar mjetet të buxhetit marramense, për ty edhe borç edhe mos i përfundojsh hallet dhe nevojat dhe kërkesat e qytetarëve. Kandidatja për këshilltare komunale nga Çegrani Emine Sinani, mësimdhënëse me profesion, theksoi se do të jetë zëri i fshatit e saj dhe se do të angazhohet sidomos në përmirësimin e arsimit në komunë. Unë jam këtu për të qenë zëri i qytetarëve, për të ngritur shqetësimet tona dhe për të mos heshtur më përballë padrejtësive dhe neglizhencës. Arsimi ka nevojë për njerëz të përkushtuar, me përvojë dhe me guxim që të flasin. Dhe unë jam e gatshme të jem ai zë, jo vetëm për Çegranin, por edhe për gjithë Gostivarin. Deputetja nga Çegrani Sananda Imeri Stafaj foli për projektet e realizuar në këtë fshat nga qeveria, ndërsa premtoi angazhim dhe më të madh nëse Vlen merr drejtimin edhe në nivel lokal. Për 1 vjet e gjys sa qeverisim ne sot flasim për projekte konkrete për Çegranin, edhe atë për kanalizimin, flasim për rrugën e cila ishte kërkesë e fshatarëve, do të thënë rrugat deri te Varrezat, edhe hapja e zyrës për punët administrative, pra për librat A. Çka ndodh me këto projekte? Ne ishim parës dhe i inspektuam punën atje, pam se rruga është në ndërtim e sipër. Çka ndodh me kanalizimin? Me kanalizimin ende nuk është shpallë tenderimin nga ana e komunës. Pse e bëjnë këtë?
përgjigjen duhet të na japin ata. Gjithashtu edhe për punën e zgjerimit të rrjetit të ujësjellësit, që komuna po i vonon dokumentacionet, që ai projekt të mos realizohet dhe normalisht të mos i marrë meritat qeveria. Kjo është sa i përket, do me thënë, investimeve tona konkretisht në fshatin Qegran. Ndryshimi në Gostivar do të bëhet bashkarisht me mbështetjen e kandidatit tonë Sebajdin Dauti, deklaroi edhe deputetja tjetër nga Qegrani Imerlie Saliu. Ajo çfarë është e rëndësishme të themi është edhe kandidati jonë zotëri Sebajdin Dautit, i cili është një njeri me shumë vlera dhe për të cilin, domethënë pas një hezitim, të gjithë ne mund të kërkojmë votën tonë lirisht, sepse është koha kur Gostivarit i duhet ndryshimi, Gostivarit i duhet njerëz të cilët do t'japin kapacitetin dhe përgatitjet e tyre për të mirën e përgjithshme. Ajo që mos të ndalem më gjatë, unë edhe njëherë do që falenderoj për prezencën dhe besoj se të gjithë ju do të angazhoheni bashkarisht me ne që të jemi sa më aktiv në terren dhe që bashkarisht atë ndryshim ta sjellim. Kritika për pushtetin aktual adresoi edhe ministri i Shëndetësisë dhe shefi i shtabit lokal të vlen në Gostivar Azir Aliu, i cili tha se pushteti aktual lokal duhet t'jap më parë llogari për punën e tyre para se të kërkojë sërish votën e Qegranasve. Nëse dikush ka ftyrë për të kërkon, për të votuar këte kandidat dhe këte koalicion, jemi ne. Për shkak se për periudhë shumë të shkurt ne treguam që mund të bëjmë shumë punë, që ato si kanë bërë për periudhë 8 vjet në lokale dhe 22 vjet në ato qendrore, dhe për atë shkak narrativi i fundit i aty është gjithçka do flasim përveç të japim një raport të paktën 4 vjeçar se çka kemi bërë. Ja 4 vjeçarin le ta haron Valboni se ka qenë dora e tretë e Arbenit, por 4 vjeçarin e dytë s'mund ta haron se ka qenë dora e parë, ka qenë bashkë me Arbenin gjithë kohës. Kështu që e ndeshme do kishte qenë të fillojnë me raportin çka kanë bërë, ja jo për 8 vjet, por për 4 vjet, edhe pastaj do të vazhdojnë të kërkojnë ndihmën e juaj dhe votën e juaj, çka do të bëjmë për 4 vjet të ardhshme. Mbështetje për kandidatin Dauti kërkoi edhe shefi i shtabit qendror të Vlenit dhe deputeti i këtij koalicioni, Adnan Azizi. Përveç dimenzionit moral, politik, kombëtar, që s'ka asnjë të drejtë, as Aki, as Ali Ahmeti, ne jemi vetmi subjekt të bashkuar tamam kështu natyrshëm në Vlenë që meritojmë mbështetjen e qytetarëve, që sjellim ndryshimin e vërtet, që jemi shpresa për të ndërtuar edhe Qegranin, edhe Gostivarin mbi baza të një të ardhme të shëndosh dhe për të realizuar projekte në fushën e infrastrukturës, pastërtisë, shkollave me sistem vërtet edukativ të suksesshëm, projekteve zhvillimore ekonomike, projekteve të cilët do të sjellin apo projekte në fushën e turizmit, apo mega projekte ashtu siç i kemi paralajmëruar ne që do të ketë në fushën e pollovët. Koalicioni Vlen ngaron në zgjedhjet lokale me moton 1 zë për Gostivarin, ndërsa në flet votim ban numri 7.